edhe për një moment shumë delikat, edhe një përplasje me presidentin Sali Berisha në vitin 97, kur ambasadori amerikan tha që ai duhet jepte dorëheqjen. Tani mund ta tregoni këtë? Kështu ka ndodhur, ai Sam Browni në atë kohë, edhe arrestimi i shteteve në tavolinën e organizatës është Shqipëria, Gjermania, Amerika, se është alfabeti francez. Prej Shqipërisë prej as. Prej as. Albani, Almanjë, Amerikë. Jo në anglisht? Jo në anglisht. Është vendosur që në 72-shin që kjo organizatë arrestimi do të bëjë sipas alfabetit francez. Po mirë, po t'isha anglisht. Pra unë kisha në mes vetëm ambasadorin e Gjermanisë. Po? Edhe ky Sam Browni mbajti një fjalë, mas asaj që ndodhi, ndër tjera tha që me këto që po ndodh në Shqipëri, tha presidenti i Republikës, tha do të ishte mirë të largohej se nuk është më faktor uniteti. Ajo që ndodhi. Qartë. Dhe unë nuk reagova atë ditë, por në mbledhjen pasuese reagova. Majta një fjalë të kujdesshme, pa acaru askënd. Një fjalë diplomatikisht kujdesshme, me mesazhet e duhura që ne do t'i bëjmë punët nga dalë, e kuptojmë situatën si është, duhet keni besim, se një shtet që kalon një turbullit tillë do ca kohë që të marrë veten, dhe e mbylla me një bashkëpunim me ju, sa më ngushtë të bashkëpunoj, me gjithë juve, aq më mirë do jetë për ne, do jetë për organizatës, ne jemi antarë se organizate, dhe e mbylla dhe mas meje, me këtë fjalim të rrumbullakosur shumë të kujdesshëm, Sam Browni më shkruajti një letër dhe më dha ambasadori gjerman, tha, ishte një performancë jashtëzakonshme diplomatike që bën. Mas 2 ditësh, ish presidenti Berisha, i cili më kishte thënë të bëja një fjalim krejt ndryshe. Jo, na shpjego këtë, si të kishte thënë? Bëj një fjalim kështu si po ta çojon, si ta them. Po ju çfarë i thotë? Unë i thash se kam vështirë ta bëj këtë fjalim, sepse kjo, po ta lexoj këtë fjalim, i bën dëm vendit tim, ju bën juve bën dëm si president, dhe bën dëm edhe mua si ambasador këtu. Tani zakonisht Berisha jepte urdhër atëherë si komandant. Në atë kohë jepte urdhër sepse situata ishte shumë e ndërlikuar në Shqipëri. Ai situata ishte tensionuar me ajo që ndodhi, me zgjedhjet apo mos zgjedhjet përsëri. Unë i thash nuk e bëj dot këtë punë, po bëjem, tha, më dha urdhër, bëja, tha. Edhe unë nuk e bëra. Do ai dha urdhër. Më dha urdhër të bëhet fjalimi që ta kam çuar unë, si e kemi çuar ne. Tani mendova në ato momente që ai mund të shkarkonte, mund të ishte nga puna? E mendova. E mendova, por pas 2 ditësh, vet ish presidenti Berisha mori telefonin dhe tha shumë mirë bëre që fjalimi që ke lexuar. E kishin njoftu. Kisha marrë. Është vërtet, kështu është. Mori telefonin dhe tha, e kuptoj, tha, shumë mirë bëre që po Ministria e Jashtme çfarë thoshte? Ministria e Jashtme thoshte që bisedoni me presidentin. Në atë kohë ka qenë Arian Sarova. Okej. Arian Sarova ka qenë ministri i mirë, koleg shumë i mirë. Pa diskutim. U bëm goxha miq shumë mirë dhe jemi miq shumë mirë. Edhe profesionist shumë mirë. Në këtë moment kemi dhe një ngjarje, po themi shumë të rëndësishme. Kryeministri i asaj kohe Fatosnano takoi në Kret Slobodan Miloševićin, presidentin e Jugosllavisë, akoma Jugosllavi, po me Malezi kishin mbetur atëre. Kjo u cilësua si tradhti kombëtare. Zoti ambasador, je njeriu më kompetent për të dhënë përgjigje kësaj, ju e keni shkruar në libër, po për ata që na ndjekin, ishte tradhti kombëtare ajo që bëri Fatosnano? Në politikën tonë të brendshme, ne kam përshtypjen se përdorim fjalën më ekstreme të fundit në vend të përdorim fjalën e parë. S'të fal kush këtu. Direkt, kjo është tradhti, kjo është armik, kjo është kështu, është pak më e komplikuar. Mendimi im është që çka unë kam bërë publik në atë kohë. Ai ka qenë shtator, mos gaboj takimet bën shtator të 97-s. 97, po. Unë mendoj që ky takim nuk duhej bërë. Nuk duhej bërë. Sepse u zgjodh pikërisht koha kur ne ishim në gjendën më të dobët të mundshme si shtet. Shqipëria sa ishte dalë nga ajo traumë. Sa ishte zgjedh një qeveri e re, mas një rrumuje, mas zgjedhjeve, për të bërë takime të tilla, mas një historie 100-vjeçare të vështirësive të tmerrshme të popullit shqiptar të Kosovës. Të takosh Miloševićin, masi ai ka biseduar përpara me Glegorovin, pra atje 33%, kundrejt 67%. Pra je pakic. Kjo kërkonte domosdoshmërisht një konsultim të gjerë politik, një konsultim të gjerë me jurist,
me drejtës ndërkombëtare, me diplomat, me parlament, nuk bëhen këto vendime, unë po shkoj në takim. E para, pse u zgjodh kjo kohë për ta bërë atë takim? E dyta, çka dole nga ai takim përveç së shtrëngimit të duarve? Jo. Dhe e Na thaj që ne do jemi Beogradit. Dhe tjetra është, mos ishte takim për t'ia lënë, merruni ju me këtë punë? Me çështën tonë të Kosovës, merruni ju tani, se jeni shumica. Mos ishte edhe kjo. Në gjuhën diplomatike ose në gjuhën politiko-diplomatike të shteteve, shpesh përdoret fjala historike, për të mirë ose për të keq. Do ta kemi parasysh. Një takim është historik, po mund të jetë nga ana ime për të mirë, nga ana juaj për të keq, ose e kundërta. Ky si ishte? Ky për mua nuk ishte takim për të mirë. Por u bë takimi dhe u tha historik, se e tha qeveria jonë, e tha dhe Beogradi. Por shqiptarët në marrëdhëniet me Serbinë, nuk është se kam një rekord shumë pozitiv për të krenu. Kështu duhesh një kujdes shumë i madh para se të bësh kjo hap. Ai hap u bë dhe mbeti ashtu siç mbeti, një lloj hije në marrëdhëniet tona, sepse në deklaratën që bëri qeveria u tha në atë kohë që ne do të vendosim, do të përmirësojmë marrëdhënien me Beogradin pavarësisht në tekst i qartë, pavarësisht çfarë mendon Prishtina për këtë punë. Kjo ishte hera parë që thuhesh që pavarësisht çka, nuk është mandati i Shqipërisë të merret me Kosovën, duke thënë përjashtohet mendimi i tyre dhe në Kosovë ishin tërkundër. Ose shumica dormuese ishte kundër këtij takimi. Se ato e vuanin çka ndodhte. E vuanim edhe ne direkt se nuk i jepshin dot zgjedhje çështjes. Pra, kjo është mendimi im për këtë. Zoti ambasador, ju keni shkruar në libër se traktatin e Londrës të vitit 1915 demaskoi perandori Franz Josef i Austro-Hungarisë asaj kohe. Në fakt, në libër e kemi ditur sigur e demaskoi Lenini. Po, ashtu ka qenë sipas disa librave tonë të historisë, të cilët kanë impakt të madh politik. Historia që shkruhet me trysni politike nuk është histori e saktë. E saktë është kjo. Franz Josef. E saktë është kjo. Franz Josefi ka demaskuar në 2 raste. Një rast është përmes gazetës flotës austriake, është një artikull i gjatë dhe është harta çka duan të bëjnë armiqt tanë me këtë rajon. Është titulli asaj atij shkrimi. Dhe kjo është në libër. Dhe po ta shikosh hartën që unë e kam marrë në arkivën e gazetarisë austriake, nuk ka më Shqipëri, është ndarë në 3 pjesë. Serbia del nga dhe ka futet deri në det, nga Patoku deri afër Dorës, pjesa e fundit është Italia dhe pjesa tjetër diçka me Dubrovnikun, Malezi lidhet sipër. Pra prishet shteti. Pastaj ka dy shkrime një është në korrik të vitit 1915 dhe një është e majit 1914 ku i drejtohet popullit tim, thotë. Dhe nuk thot popullit njëjës, thot populli vetëm i. Populli vetëm i. Sepse është Austro-Hungaria. Po pra, perandoria. Perandoria austro-hungareze. Këto duan të bëjnë armiqt tanë me këtë zonë të botës, me këtë zonë të ishte Ballkani. Një rindarje kundrejt interesa. Pastaj ajo që ndodhi e ka shkruar kur i drejtohet populli vetëm i, që ajo që ndodhi në 1915 me archdukun Ferdinand që u vran në Sarajevo, shkaktoi luftën në përbotërore. Koincidoi që Austria mas asaj është shumë interesant. Austria, Franz Josefi paraqiti 10 kërkesa të perandorisë ndaj Serbisë. 9 kërkesa, 8 kërkesa u pranuan e 9 nuk u pranuan. Cili ishte 9? Kërkonte të shkonin ekspertët ta verifikonin ngjarjen në terren në Sarajevo, se çka ka ndodhur. Të hetonin ato si bëhet, dhe Serbia nuk e lejoi. Mas 85 vjetësh u përsërit e njëjta histori në një formë. Serbia nuk lejoi ndërhyrjen ushtarake as të